hetim. Ka hetim minut pas minute. A nuk ka asnjë hiç. Minut pas minute, deri të personit që e ka gju kuvendin. Po lemës në ka të... Pa ai që e ka gju fatkeqësisht, nuk jeton edhe nuk është dënu për atë arsye. Jo rastisht avni të hari është gjetë arsenal armëve. Ko është dënu me vendim gjykatës. A ditë që kanë gjithë për në shpetina. Shka këshojnë edhe herë. Ka qenë kjo gjykatën, s'ka kush dënun. Ka qenë ndërta dhe froshi ka s'ni që tje që ka qenë mërë. Po s'ka dënun se aj që e ka gju ka vdek, apo do ma mirë me të thoma shkurt. Edhe mon shef për policisë, ti dush me ja përgjësi. Për çto fjallë tuja. Veç qënë ato që ja keni vjedhe dhe gjakon për dhumës të shmiva atje. Ose shpif, ose mon shef të policisë, ose për rend. Një përgjësi dush me marti. Më ko prokuroria në rregull, ty të kish marrë sa të pyetje. Më ko prokuroria në rregull. Më merr në pyetje, jo i gatshëm me shku. Më ko prokuroria në rregull, ty të më marrë pyetje. I gatshëm. Kush është që për ditë, për duhet e di. Kush është ai? Kush është ai? Qa po thotë? Se thu, unë e di kush e ka gjyqë. Kush është ai, pa? Është hetim, u bo hetim o të zëdni. Unë e di. Kush është ai që e din? Krejt e din, krejt. Kush e ka po qatë hetim e din kush është. Është Astrid Dehari. Astrid Dehari është personi që e ka gju kuvendin me zoll. Në shpet Astrid Dehari, në shpet Avnit Dehari është gjithë arsenal armëve. Arsenali armëve është gjithë. Po shkoni jo mas mori që ja keni edhe gjakun, ja keni vjedh për institutit. Morën të kjorë. Jeni orë kena në zbojlu vrasin e tina. Po jeni të paftyrë jeni. Jo edhe gjakun për institutit atje ja keni borë. Jeni të poshtër. Nuk ka ras ma të poshtër. Ras ma të poshtër. Ma të paftyrë, se jo nuk ka. Në televizion publik me folë si fjallë. Po ti s'u më ka të zërë mu qa folë one, folë veç për vete dhe rëqëtë. Turp? O, ti dëshme posë turp veç për vete.